Mbrëm në gjysmëfinalen e parë të Champions League, Paris Saint-Germain mori një fitore të rëndësishme 1-0 ndaj Arsenalit në Emirates Stadium në Londër, duke hedhur kështu një hap drejt finales. Sot sytja nga Barcelona, ku skuadra katalane se përballet me Interin në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së dytë. Barcelona vjen goxha motivuar, besojmë, nga suksesi i fundit në Copa del Rey, ndërsa Interi kërkon përsëri suksesin e sezonit të kaluar. Për një analist, por edhe prapas skena jemi në studio me Ervin Sinën, gazetar sportiv në Vizion Plus. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Duket sikur francezët e mundur mallkimin përkundrejt Arsenalit. Po, mund ta konsiderojmë kështu duke marrë në konsiderat që Paris Saint-Germain është një ekip që në fakt u bë vite që është në nivelet larta, me thënë drejtën, në kontinent, dhe ka pasur vështirësi që të kryejë hapin vendimtar dhe hapin final, hapin e rëndësishëm që të shkojnë në maj, të shkojnë në top, domethënë, pavarësisht se investimet kanë qenë shumë mëdha. Mos gaboj prej vitit 2010, Nasser Al-Khelaifi ka marrë drejtimin e Paris Saint-Germain dhe ka shpenzuar mbi 1.6 miliard euro. Për të ndërtuar një skuadër e cila nuk duhet të ishte e suksesshme vetëm në Francë, ku ka dominuar gjëre gjatë futbollin francez, madje edhe në këtë kampionat ka mbyllur kampionatin shumë javë përpara, por qartazi kërkonin një supremaci edhe në Europë. Në fakt nuk e kanë arritur, i kanë shkuar shumë afër në 2020 në kohën e pandemisë, kur mundon nga Bayerni me rezultatin 1-0, tani kërkojnë finalen e dytë. Për hir të vërtetës, gjithë ata që janë njohës mirë të futbollit, kujtojnë periudhën e pak viteve më parë kur Parisi kishte shumë yje, shumë general, por nuk ndërtonte dot një ushtri të fortë. Ndërkohë që tani ka Parisi parave. Ndërkohë që tani ka shumë ushtar, pak ndoshta komandant, jo general, nuk kam më general as Leo Messin, as Neymar dhe as Kylian Mbappé. Por ka lojtarë të cilët mund të komandojnë, 2-3 prej tyre, prandaj e etiketova si komandant, por shumica janë ushtar të një armate si ajo e Luis Enriquez që është realisht gati për të pushtuar Europën. E bëra këtë lloj paralelizmi edhe përmes figurave letrare për të treguar që kjo skuadër, unë mendoj që i ka të gjitha elementet e domosdoshëm megjithmonë për të shkuar deri në fund, për të shkuar në finalen e Miniut në datë 31 maj dhe për të marrë frontin e Europës, ajo që i mungon puzzle-it të sukseseve të Paris Saint-Germain. Realisht, ajo që u pa mbrëm, e identifikon gjithë këtë që sapo thash. Pse? Sepse ne jemi mësuar në këto vite me Paris Saint-Germain një skuadër që luan mirë, prodhon futboll, dominon kundërshtarin, por nuk ka cinizme, nuk e vret ndeshjen. Nuk është një skuadër cinike, sikur se jemi mësuar me ekipet e traditës në Europë. Mbrëm ndodhi e kundërta. E la kundërshtarin Arsenalin që dihet që është një skuadra që prodhon një futboll vërtet intensiv, të bukur, shënon shumë gola, bashkë me Barcelonën janë dy ekipet që kanë shënuar më shumë gola në këtë edicion në UEFA Champions League, e la të luante, e dinte që përballë kishte një kundërshtar që në fushën e vet ka intensitet lart, nuk u hodh në aventurë, e goditi përmes një lojtari që ne kemi kritikuar gjithë që gabon shumë para raportës kundërshtare si Dembele, por në fakt mbrëm ishte cinik që në fillim. Natyrisht pati edhe pak fatin në favor, por fatin ndonjëherë është element që përgdhel ekipet e mëdha, kemi thënë këtë. Pse them pati fatin? Sepse realisht Arsenali në 2-3 episode shkoi shumë afër suksesit, por me një Gigio Donnarumma në formë, portierin italian, realisht në këto 3 ndeshjet, 3 sfidat, edhe 1-8 me Liverpoolin, edhe në çeriffinale me Aston Villën, edhe mbrëm ndaj Arsenalit, të 3 kundërshtarë anglez, ai realisht ka bërë diferencën dhe në gjithë këtë dinamik, pavarësisht se do duhet luhet edhe ndeshja e kthimit, të cilën unë besoj se Arsenali do të vazhdoj ta luajë me të njëjtin intensitet si në Londër dhe mendoj që me fitoren e mbrëmshme Parisi nuk është se e ka prekur kualifikimin. Thjesht, domethënë ka marrë një qershi nga torta që është e mbushur plot me qershi lart, është përpjekur ta marrë një qershi, por nuk besoj që Parisi, po themi, është një skuadër që e ka arritur kualifikimin mbrëm. Është hequr golin fushë kundërshtare, këtë nuk duhet ta harrojmë. Kështu që në rast se Arsenali fiton 1-0 apo 2-1 në Paris është kushtet për ta çuar ndeshjen shtesë. Unë mendoj që janë dy ekipe gati aty. Kështu që edhe duelin e kthimit në Paris e shoh një betejë vërtet, i jap shanset më shumë Parisit 60-40, por realisht e shoh një çift shumë impenjative edhe për ndeshjen e kthimit. Dy skuadra që mua më kanë kënaqur shumë në këtë edicion. Janë dy ekipe me ecuri të ndryshme. Arsenali ka qenë konstant nga fillimi në fund, ndërkohë që Parisi na ka befasuar të gjithëve. Në fazën e parë ka qenë një skuadër gati mediokre. Ne menduam gjithë që ky Paris nuk do të bëhet kurrë. Pra i bie që në këtë sezon ka treguar më shumë pjekuri, apo jo?
Po, në rritje, apo ka qenë thjesht fat? Jo, nuk ka qenë fat absolutisht. Është një skuadër në trem të fortë të rritës. Pra, nëse në pjesën e parë të edicionit kishte shumë probleme dhe mezi kaloi në zonën play-off, pra vuajti shumë, madje u kualifikua vetëm në fund pjesën e play-offit, në fazën e dytë Luis Enrique ka konsoliduar, ka kolauduar një ekip që realisht ka ardhur në rritje që nga muajin janar deri tani dhe nuk ka diskutuar më asgjë. Absolutisht nuk ka diskutuar asgjë. Ne nuk duhet të harrojmë që Parisi ka eliminuar Liverpoolin që ishte super favorit. Një skuadër cilën jo vetëm e eliminoi, po unë mbaj mend se kam qenë në koment për fat mirë tek sidomos tek ndeshja e parë, e ka dominuar nga minuta e parë deri në minutën e fundit, as fiksues në gjitha drejtimet. Pavarësisht se Liverpooli fitoi në fund minutën e 90 me një gol sporadik, ama nga minuta e parë deri në minutën 90 ata e dominuan kundërshtarin. Dhe shkuan pastaj e përmbysën rezultatin në Angli. Fituan atje, shënuan, fituan 1-0 dhe pastaj përmes penaltive u kualifikuan. Ndaj unë e shoh një skuadër që me këtë trend rritës ka mundësi të bëjë historinë, ka mundësi të shkruajë historinë e vet, sepse nuk e ka fituar asnjëherë UEFA Champions League. Dhe ndoshta ky është viti i dur, aq më tepër që Luis Enrique nuk duhet të harrojmë, e ka fituar Champions League me Barcelonën në 2018. Vim tek takimi sot në mbrëmje, takimi Radës. Kemi të bëjmë me një Inter që nuk ka patur ditë fort mira dhe ka mbrojtje pikë të fortë dhe nga ana tjetër kemi ata të cilët kanë atë që quhet sulm atomik. Se Barcelona vjen me moral, pas Copa del Rey. Kjo pamje ka të drejtë, që vjen me moral lart sepse ka fituar Copa del Rey, Kupën e Mbretërit dhe përmes një ndeshje shumë të bukur ndaj Realit për vërtetës. Kjo pamje që përmendi Alma për të vërtetës është ajo të cilën e shohim në gjitha mediat europiane sot. Pra, një makineri golash përballë një mbrojtje solide, perfekte, gati-gati. Një Barcelonë në kulmin e entuziazmit dhe një Inter në kulmin e regresit. Dy pamje krejtësisht të kundërta. Nuk kishin kështu deri përpara 2 javësh. Deri përpara 2 javësh, nëse ne do ta kishim bërë promo në Vision Plus përpara 2 javësh, do të thonim Barcelona e gjenive, e talentit, e perfeksionit teknik, përballë Interit, një armatë e pamposhtur etj. Në fakt do donim ta ndryshonim pak promon dhe t'i shtonim fjalës fundit armata e pamposhtur, ta hiqim pamposhtur, armata solide e Simone Inzagit e tronditur sfundmi. Sepse realisht kështu është. Në vetëm një javë ata kanë humbur, praktikisht kanë humbur, se nuk kanë mbaruar ende kampionatin italian, por kanë humbur 2 trofe gati-gati. Kanë humbur Kupën e Italisë, u mundën 3-0 nga Milani dhe në skajet e saj kanë humbur 2 ndeshje të rëndësishme në Serie A, ndaj Bolonjës dhe ndaj Romës. Për fat keq që llova dhe unë koment tek 2 ndeshjet dhe janë bërë si macë e zezë tani e tifozëve të Interit, po më falni, nuk e kam fajin. Je sot në koment? Nuk e kam fajin, unë uroj shumë që mos jem sonde në koment se do të themi pastaj që nuk e kë këmbën e mbar për Interin. Jo me qëllim asnjëherë. Për teksa Interi është një skuadër që ka bërë një super sezon. Tani nuk është e lehtë vish në fundin e sezonit, edhe ta gjesh veten pretendent në 3 afrontet. Dhe nëse ka një problematikë aktuale tek Interi është e gjithë ngarkesa fizike. Pra ti kur nuk ke lojtar shumë cilësor në organik, ke vetëm 12-13 lojtar cilësor, është e vështirë ta shpërndash ngarkesën pastaj shumë në mënyrë që të mos bie barra e gjitha tani në fund. Tani po të shikoje rikthem pak në koment në 2 takimet e fundit, kur shikoja Lautaron të sfilitur, ishte vërtet keqardhje. Kur shikoja Mkhitaryan ndaj Bolonjës të rrënuar psikologjikisht, mos harrojmë dhe moshën 36 vjeç, po kështu. Darmian 36, Acerbi 38. Mos filloi ti marr merat. Barella nuk ka pushuar asnjë sekond gjatë gjithë këtij sezoni. Di Marco nuk mban më në fushë më shumë se sa 60 minuta. Hakan Çalhanoğlu ka pasur ulje ngritjen sa i takon probleme fizike dhe kjo reflektohet tani. Mungon Markus Thuram që nuk e zëvendëson dot askush. Pra këto janë elementë të cilët në një fund sezoni kaq impenjativ ku e gjithë ngarkesa bie tani reflektohen. Dhe për fatin e keq të Interit dhe tifozëve të saj kjo gjë u reflektua. Domethënë 3 humbje në 7 ditë janë shumë dhe godasin shumë edhe në moral. Në moral. Tani Interi plus mos harrojmë që ndeshja e transfert apo jo. Edhe më keq. Dhe jo vetëm që është në transfert, por është ndaj një kundërshtari që të krijon shqetësime shumë në mbajtjen e topit. Pra kjo është diferenca sot. Meqense ne po bëjmë një diferencë tani midis Barcelonës dhe Interit. Barcelona është një skuadër që luan shkurt, është një skuadër me qarkullim të dëndur të topit në zona të vogla, shumë dinamike, shumë intensive, shërben topat pas shpinet, vertikalizimet, luan horizontal jashtëzakonisht, ka ruajtur ADN-n e vet La Masias, pavarësisht se Hansi Flick nuk është Pep Guardiola.
në dinamik loje, pra në stil loje, por kanë ruajnë identitetin e La Masia, sepse në fundit, baza e lojtarëve të Barcelonës, ky është thelbi, prandaj është një skuadër edhe më e bukur ajo, prandaj edhe ne jemi detyruar që duam apo s'duam të bëjmë edhe më shumë elozhe, sepse është një skuadër e cila bazën e vete ka nga produkti vendas. Pra ti kënaqesh kur shikon Pedrin që vjen nga shkolla e Barcelonës, Gavin që vjen nga shkolla e Barcelonës, Kubarsin që vjen nga shkolla e Barcelonës, Casado që ka gjithashtu element nga shkolla e Barcelonës, Jamalin që është sheshi ambitor që vjen nga shkolla e Barcelonës. Dhe pavarësisht mungesës e Lewandowskit, që është pikë referimi e fortë dhe mungon takimin e sotëm, ata me Ferran Torres dhe Fermin Lopez që plotësojnë këtë puzzle-in me Rafinhën, Yamal, Dani Olmon dhe Frenkie de Jong, përbëjnë nga mezi e lartë një skuadër gati të pamposhtur, ama nga mezi e poshtë në mbrojtje janë realisht problem shumë i madh dhe nëse ka një favor Interin takimin e sotëm është që mund të shfrytëzoj dalit e shpejta që i ka zakon skuadra e Interit me 3-4 pasime dalit shumë të shpejta, gjithmonë nëse do të kenë një freski fizike dhe mendore, sepse janë goditur edhe në aspektin psikologjik, Interi e ka këtë shans për mendimin tim. Por nga ana tjetër unë vazhdoj edhe në biseda mes miq në tavolina diskutimesh sportive kur them që Barcelona është një skuadër e vështirë dhe për një arsye. Ti shënon një gol, ajo të shënon 2. Ti shënon 2, ajo të shënon 3. Ti shënon 3, ajo të shënon 4. Dhe jo në kot është skuadra me mesatare më të lartë golave që përmendi dhe Arma. 37 gola të shënuar deri tani në këtë edicion të Championsit, 3.07 gola për ndeshje, përballë një mbrojtje që ka psuar vetëm 8 si ajo e Interit, por ama ka fatin e keq që gjendet momentin më të vetë sezonit. Pra, elementi më problematik i Interit sonte, përveç dilemës do të luajë apo jo Marcus Thuram që është shqetësim kryesor, është kjo. Ky ekip që po vuan kurbën më të vështirë rëndëse të sezonit, që çdo skuadër e ka. A mund t'ja dalë përballë një kundërshtari të niveli kaq lartë? Ja, këtu desha të dalë. Sina, në gjithë eksperiencën tënde e një futbollin spektakolar në mesin e këtyre 4 skuadrave, të cilat do ishin 3 skuadra për një futboll spektakolar, përfshirë dhe Interin që do ndesheshin sonte me Barcelonën për ta bërë ndoshta qoftë një final parakoshme varësisht se gjysmë finale për ta bërë edhe atë ndeshjen ideale për atmosferën e spektaklit që krijohet. Cila është skuadra më kompletuar? Shiko, deri pak kohë më parë do të kisha thënë Liverpooli, Liverpool-Barcelona. Dhe ndoshta të gjithë me këtë pikpamje ishin. Liverpool-Barcelona do të ishte finalja perfekte e këtij edicioni. Edhe shifrat këto tregonin, edhe parashikimet këto tregonin. Tani e kam vështirë të them këtë. Ndoshta Paris Saint-Germain-Barcelona në këtë moment. Ndoshta Paris Saint-Germain-Barcelona. Është edhe kjo finalja që ti projekton? Por, unë kështu mendoj, patjetër, unë kështu mendoj. Dhe e kam të bazuar, po themi, edhe në një analizë të thjesht lidhur me atë çka kemi parë deri tani, sepse realisht Paris Saint-Germain e përmend edhe pak më herët. Ka një grup solid lojtarësh, ka shumë talent përpara. E vetmja gjë që më shqetëson tek ata është që gabojnë shumë përpara portës kundërshtare. Imagjinoni, Doué është një super talent. Barcola vjen nga Stoli, super talent. Dembele ka një kualitet jashtëzakonshëm në duelet 1-1. Kanë marrë një lojtar si Kvaratskhelia që është për mua një nga më të mirët në botë në këtë moment. Kanë një Vitinha mes fushë që unë e krahasoj me Barellën e Interit, aktualisht në staturë. Kanë Fabian Ruiz me shumë kualitet. Kanë një Gigio Donnarumma që është nga më të mirët në botë të momentit. Kanë Hakimin në krahun e djathtë mbrojtjes perfekt. Kanë Marquinhosin me shumë eksperiencë në qendër të mbrojtjes. Kanë Nuno Mendeshin, ansorin për mua më të mirë në botë. Pra, gjithë kjo që përmenda, bashkuar me një Luis Enrique që është strateg, unë e konsideroj një skuadër shumë favorite. Pastaj dinamikat e lojës, dinamikat e ndeshjeve mund prodhojnë çdo gjë, sepse një karton i kuq në fillim takimit në Francë, takimin e kthimit, një episod favor të Arsenalit mund ndryshojë ndeshjen. Arsenali në fundit ka eliminuar skuadrën e Realit dhe është po aty. Por për futbollin spektakolar, natyrisht që zgjidhja ideale do të ishte, po them unë, Paris Saint-Germain, Barcelona. Por a ka ndodhur kështu tradicionalisht? Jo, nuk ka ndodhur kështu. Vitin e kaluar, shembulli konkret është Borussia Dortmund. E dominoi Parisi Borussia Dortmundin në gjysmëfinale vjet, shkoi Dortmundi në finale. Kështu që në futbolli ne kemi thënë gjithmonë, nuk është një shkencë eksakte. Kjo është në 2 javë mund të ndodhë çdo gjë, dhe mos harrojmë se ne jemi diskutuar tani për futbollin e bukur, spektakolar, ajo që na shijon, ajo që na pëlqen, por italianët ja, imagjino të fitoj italianët janë... Nëse Sina nuk është në koment. Italianët janë strateg, janë aty, tregojnë gjithmonë që edhe në momentin më të vështirë din ta ngrejnë kokën dhe janë vërtet për t'u admiruar për forcën që kanë brenda vetes për të marrë më të mirën edhe kur nuk janë ditën më të mira. Do shohim se çfarë do ndodhi sot me këtë të fundit. Kur flasim për Interin, do shohim edhe nëse Sina është në koment. Do t'i kemi emocionet e Barcelona, Inter, sigurisht se zakonisht nga 2015 e
kthej ekskluzivisht në Vision Plus dhe Tring. Është vërtet një kompeticion magjik, nuk e di domethënë unë edhe vetë transformohem për i vërtetës në koment në Champions dhe shumë edhe nga mesazhet që vinë, teksa bëjnë diferencën midis komenteve në kampionatet e tjera, në Serie A dhe në Champions, shohin edhe brenda meje edhe diferencën e madhe të entuziazmit edhe të dinamikës. Kjo është magjia e futbollit. Me komentin tonë cila edhe ne na bën tifoza të futbollit. Faleminderit shumë gjithmonë për kohën. Faleminderit. Ikim në një hapësirë informuese, kthehemi vetëm pas pak, do të flasim për shëndetin fizik.